morët vesh shqiptar, protesta e dieshme ka qenë organizuar nga grekët. Pra ne nuk e kuptojmë kush po organizon, domethënë se janë të organizuar grekët në fshetësi. Edhe janë të bë protestë për vete, me sa duket pas kanë ardhur në Kakavije dhe janë të organizuar gjithë këtë gjë, na e futën o zemra, ne i ndoqëm, e kupton? Nga e dim gjithë këtë nga kjo fotoja këtu. Hajde ta ekzaminojmë çik bashkë këtë foton këtu, zemra. Shifeni kështu se vuna këtë televizori që të jetë më e madhe, ta shqyrtojmë më kollaj. Gjëja e parë herë që vuna re, pa ta tipin që tha 1 2 3 4 5 6 7 autobusa. Shifeni zemra, një autobus, 2 3 nga këtu smeret vesh që ndodhe, kuptoj pa i numëroj, 4 5 6 7 thaj, kuptoj 7 8 ishin në ajër, po nëse nuk ka rëndësi. I gjë që vuna re unë është, e keni pa ndonjëherë flamurin grek kështu? Ç'është kjo gjë në mes? E kuptoj ka dash me bëj pjesë Blue AI, ChatGPT-ja këtu dhe nuk e bëni se që ka gabim aty, edhe ju se vutëre. Kujt i përket kjo dorë këtu? E shihni këtë dorën këtu, është ky xhaja, këtu është i xhaje që është stylish, ishte me xhinse me atlete. E para herë ku e ka ftyrën ky tipi, po nëse, e kuptoj? Kush është ai personi që po maka këtë tabelën që e ka dorën, edhe që e ka pa kom? Se xhaja s'mund ta ketë dorën kështu rrumbullak. E kuptoj të e majt tabelën. Kush është të e majt këtë flamurin këtu? Shif, është një dorë. Edhe pastaj s'ka njeri. Ku është njeri? Është mbrapa këtij plakut? E kupton? Shifeni me detaje foton. Ky tipi këtu i herë ka për të ndalë në ëndër. Ky me sa duket pas kanë atë tipin e Assassin's Creed ose në demon, e kupton? E kanë me vete të protesta e grekëve, që ka greka, e kupton? Ky tipi këtu është totalisht alien herë, nuk është njeri ky tipi këtu. Edhe këto supozohet të jenë të printuar këto yjet, jo të vizatuar, se s'ka shku njeri me shkallë aty me i vizatu. Që mos t'i bëj dhaq sakta. Ç'është problemi me këtë yllin? E kupton pse pas kanë bë kaq keq? Ne nuk e bëjmë edhe herë tjetër? Si ju duket kjo foto, zemra? Kjo është prova që protesta drejtohet nga grekët. Gjëja e parë që desha më vun duke unë, o popull që po ngjoj këtë, është se këto s'kan blet ChatGPT Premium, që bën 20000 lekë për dëgjon sa bën se s'kan blen herë me thënë drejtën, e kupton? Nuk do i bën këto lloj gabimesh, është shumë më i detajuar, e kupton? S'kan blet Premium. Janë me lekët e buxhetit të shtetit, domethënë, jeni do i dhon kështu 600 milion miliard euro, nuk harxhon 20000 lekë. E kupton? A ju a merr mendje se mund të jetë dikush i paaft që i ka thënë punëtorit vet paaft, më bëj foto gjasme kanë ardhur grekët për protestë. Edhe ja jep foton kë sa bukur. Pa i bë zoom in, mos e shef që është njëri nga njerëzit me 3 krah, edhe me 2 kokë. Jo më zemër sa bukur, edhe thjesht e hedh media, e kupton? Kapeni çik këtë foton tjetër. Këtë e bëna unë tash me ChatGPT jo premium. Thjesht duhet më e bë me 5 komanda, se nga herë bë gabim, i thon mbaj siç është, por rregullo këtë gabimin. Jo ku e ke, sir. Falja se bona, e kuptoj, po është më e bukur sa e para. E dyta dhe më e rëndësishme, përveç faktit që nuk blet ChatGPT Premium, më vërtet munut me bë këtë gjë më zemër, më vërtet munut me nxjerr në Shqipëri lajme fallse që gjasme po na kontrollojnë protestën grekët në fshatësi. Thjesht po dalim aty e po themi gjën, ëh, se ajo deklarata një orë dje kishte thënë që nuk janë izraelit, janë nga Katari. Edhe ju që jeni musliman supozohet të suportoni. Ore e parë herë. Hajt, po të besojmë ty, e kupton, nuk po besojmë për shkakun mediat shqiptare, mediat e Washingtonit, Jared Kushnerin vetë që ka postuar, te Facebooku vetë.